Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht ditën e sotme, duke ju uruar njëherë fillimisht të gjithëve gëzuar ditën e verës. Le të jetë kjo ditë që të na dhurojë dashuri, pozitivitet, energji të mirë dhe qoftë një verë e mbar, qoftë një verë me shumë surpriza. Sot do të nisim këtë komentimin me ngjarjet më të fundit që çfarë do të ndodhë sonte në shtëpinë e Big Brotherit. Është prajmi i radhës, është prajmi më i zjarrt. Banorët mbrëm deri në orët e vona kanë hamendsuar, kanë aluduar që ky televotim i cili është hapur mund të jetë një televotim jo për përjashtim, por për të përzgjedhur të martën liderin. Asnjërit prej banorëve nuk i arsyetohet që një lider të ketë avantazh kaq të madh, të ketë një avantazh të kutisë së Pandorës. Do me thënë edhe banorët kanë dyshimet e tyre që e gjitha kjo mund të jetë një lojë e planifikuar bukur e produksionit vetëm për të çuar interesin e saj deri në fund. Do me thënë banorët dyshojnë jashtëzakonisht shumë që e tëra kjo është loja e produksionit. Do me thënë e tëra kjo është një sekret që produksioni mund të nxjerrë liderin, sepse sipas tyre, avantazhi i cili u dha Mirit në prajmin e kaluar është një avantazh që realisht jepet në kutinë e Pandorës. Do me thënë, nuk është një avantazh që një banor i shtëpisë mund ta merr përtej saj. Por çfarë do të ndodhë sonte? Si fillim njëherë, do me thënë, do të trajtohen të gjitha temat që kanë ndodhur brenda asaj